Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jemi rikthyer në këtë pjesë të parë për gjithë ju që nuk jeni zgjuar dhe nuk e keni hapur televizorin. Por ama, kolegut, masi kanë bërë vretje nuk thot mirëmëngjes. Mirëdita. Mirëdita. Mirëdita është pas orës 12. Pas orës 12. S'është e vërtet. Mirë, gjithsesi do ta zgjidhim pas pak në vijim këtë gjë. Koleg, unë jam vetëm, jetoj vetëm, jo plotësisht vetëm, por që mezia dal të merrem me veten. Arbenita si a del të jetë një nënë e vetme me 4 fëmijë, ku secili për tyre sa do të rritur të jenë pak dhimbje kokë e sjellin. Me siguri. Arbenita, mirëmëngjes. Arbenita është rasti i parë në botë që është nënë e vetme me 4 fëmijë. Jo, po sa do të e rrithen prapë. Kuptoj. Kanë ankesat e tyre nga më të çuditshme, mendoj unë, si do njëri, si do tjetri gjërat. Mirëmëngjes e mirë se erdhe, Dash. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjesi, ju përshëndes shumë nga Gjermania, juve në Shqipëri. Shumë kënaqësi, dhe ti nuk dukesh fare si mami. Në mëngjes Arbenita kështu flini ju nga gjumi kështu çojeni me këtë fustan, me këtë model. Duash vetën arrit me shumë pak minuta të rregullohesh. Arbenita, ne kemi lexuar shumë gjëra të rënda, po ti dukesh sikur ke kaluar një grip para 3 vitesh. Po. Je shumë në formë, shumë e qeshur. Zakonisht, e qeshur, e gëzuar. Faleminderit. Kur je bërë mami, unë e thash në moshë shumë të re, po duat ma pohosh ti me gojën tënde. Po, edhe unë jam nënë e 4 fëmijëve. Ti ke binjak, pra djemt janë në binjak. Njëri gëzon shëndet të plot, ndërsa djali tjetër ka këto sëmundje që dua të na isjarosh ti për çfarë sëmundjesh bëhet fjalë, edhe shkalla e vështirësisë deri ku është. Okej. Unë qysh në shtatzani, diku në javën e 12 të shtatzanis, më iki uje amniotik nga njëri binjak, dhe pastaj ideja e mjekëve ishte që të bëj abortin e atyre, për shkak se fëmijët nuk munden të jetojnë, ose bebet nuk munden të jetojnë pa ujin amniotik. Unë vendosa të mbaj dhe kalova tër shtatzani në klinik, diku 5 muaj isha në klinik para se të lindin binjakët, edhe ata lindën në javën e 27 shtatzanis. Për shkak të problemeve gjatë shtatzanis që i ka fituar Leo me zemër, pastaj pas lindjes, a i kishte gjak derdhi në tru, kaluam një periudhë shumë të gjatë në neonatologjin në Prishtinë, dhe aty janë trajtuar në mënyrën më të mirë dhe kanë mbijetuar binjakët e mi. Okej, dhe më pas u detyrove të largoheshe nga Kosova për një trajtim më të specializuar. Çfarë po ndodhte me Leo? Po, çfarë po ndodhte me Leo? Leo ishte në gjendje shumë të keqe. Fatkeqësisht mjekët në Kosovë nuk, posaçërisht kardiologu i tij, ai nuk e pa se Leo kishte nevojë për një operacion të madh në zemrën e tij. Dhe unë nga ai fakt u detyrova të ipi në Gjermani, sepse sheja që djali im çdo herë ishte në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Ikëm në Gjermani, këtu është operuar 2 vite më vonë, se faktikisht këto operacione kryhen direkt pas lindjes. Nëse ky operacion ishte përfunduar direkt pas lindjes, jam shumë e bindur që Leo nuk i kishte pësuar pastaj edhe shumë operacione të tjera. Dhe më thonë, neglizhenca mjekësore në Kosovë, apo mos dija nuk e di, posaçërisht e kardiologu jo të tjerët, sepse Leo gjatë kohës sa ka qenë në Kosovë prej shumë mjekëve, sidomos në neonatologji, e ka marrë mjekimin më të mirë të mundshëm, e në këtë mënyrë i shfrytëzoj rastin të përshëndes ata dhe ti falenderoj për gjithë angazhimin që kanë dhënë për fëmijët e mi, që ata sot të jetojnë. Por ti, për rreth një vit e gjysmë, mendove të rrije në shtëpi, ta mjekoje vetë, ta shëroje vetë. Ç'mendim të shtyllë ta bëje këtë? Po nuk ishte zgjedhje tjetër, ishte një dhomë me 20-30 beba, një infekcion i vogël mund të ishte fatal për Leon. Prandaj unë vendosa ta mjekoj në shtëpi. Unë kisha të gjitha i kam bërë për Leon, sepse ai nuk ishte fare shqisa për të thithë. Unë i kam vendosur sondën në lukth, i kam dhënë oksigjen, po ka ndodhë ndonjëherë edhe kur e kam reanimuar edhe atë e kam bërë në shtëpi, sepse ka qenë në gjendje shumë
shumë të keqe shëndetësore. Edhe një vit e gjysë isha në Kosovë, por edhe pastaj mas erdha në Gjermani, por në Gjermani e mjekësia ka një tjetër standard dhe këtu me një herë janë kujdesur në mënyrë intenzive për shëndetin e Leos, i cili deri tani ka përfunduar diku 20 operacione, edhe mjek gjithmonë thonë që Leo është mrekullia e mjekësisë, se krejt atë që jep mjekësia, ai e ka kaluar, ai nuk ka mundur të flet, nuk ka mundur diku 7 vite të ecë, tani Leo Ecën vetë. është në jashtë rrezikut për jetë. Dhe me sa po shoh unë jam binjak identik. Apo jo? Nuk është parë asnjëherë, por duket shumë të ngjashëm. Më duken sikur kanë nuk është vërtetuar në 100% a janë apo nuk janë, por kanë shumë ngjashmëri. Leo ka qenë shumë gjatë i intubuar dhe prandaj mendoj që struktura e fytyrës së tij ka ndryshuar nga që ishte i intubuar diku 2 muaj, por kanë shumë ngjashmëri. Marrëdhënie si e kanë bashkë, më do mendja që janë shumë të afërt. Janë shumë të afërt, ky që është shëndosh ka qenë motivi më i madh i Leos, që ai të mësoj të ecë, që ai të mësoj të flet, që ai të luftoj për atë që do, nganjëherë edhe të mundohet edhe pse ai ka një paralizë cerebrale dhe ka probleme të lëviz lirshëm, edhe të luajë futboll në atë mënyrën e tij, por kanë edhe konflikte, por këto më duket që janë shumë normale të vëllezërit ose të binjakët. Okej, mjekët e kanë quajtur si rast mrekullie, por në vijim, si të paraqitet, do më thënë, si do shko shëndeti ti, a do mund të do që të shërohet 100%? Fatkeqësisht Leo nuk do të shërohet 100%. Paraliza cerebrale ajo vjen nga sistemi nervor, ajo mbetet. Në zemër e ka një metal që është harruar pas lindjes sepse kishte disa kabla në zemër. Edhe kur i kanë tërheq ato kablat, i kanë bërë një pjesë shumë e vogël e metalit dhe ajo do të kontrollohet çdo herë. Çdo herë do të ketë kontrolla të ndryshme për shumë diagnoza të cilat i ka ai. Por ne e bëjmë më të mirën e mundshme, unë jam munduar të ndihmoj djalin tim në mënyrën që të luftoj për të, për ëndrat e tij, edhe mos t'ia jap atë ndjenjen që për shkak të sëmundjeve nuk mundet me jetu njëjtë si fëmijët e tjerë. Edhe pse ne kalojmë shumë kohë në klinikë, kalojmë shumë kohë nëpër mjek. Nuk ka javë që nuk i kemi 2-3 kontrolla nëpër mjek, po megjithatë Leo është një fëmijë shumë i lumtur. Ne në fakt na preku shumë një video që e pam dje koleg, ku djemtë presin flokët. Dhe një shenjë bamirësie ose solidariteti për gjithë ata fëmijë që nuk janë të shëndetshëm. Mund ta shohim pak edhe ta komentojmë. Okej. Leo! Anes! Hej, veç pa, qyshe bëj shpajkën në qëto? Shpajkën, së. Unë veç bëj foto, gal? Hajtë shkanë sopë që unë ja pres. Hajtë, edhe ti pipi shtatë në sopë. Më ka të frëmzaj. Leo, aje po konë, halo, shërë. Oj, mam. Leo, po konë. Si bajt, Leo. Oh my God.
Sa moment prekës. Arbenida, për ne, shumë i bukur. për shumë kënd, ndoshta duket si një gjest i thjesht, si një gjest i zakonshëm, por për ty që ke kaluar një kalvar të gjatë, vuajtje, sakrificash, net, shpagjum, shprese që endet në andek ndej, dhe kur shef që të dy djemt, pavarësisht se Leo ka nevoja speciale, pra është një fëmijë mrekullueshëm, ne e pam aty, domethënë sa energji kishte, sa dëshirëplot, dhe realisht ti ishe betuar që djembe do t'ja prisje fëmijët ku Leo të shërohet plotësisht. Megjithatë, në botkuptimin tënd prej nëne, pra ti e ka që forca ta pranosh, megjithse fjala plotësisht është pak, do thosha, defektoze në këtë rast, por fakti që ti ke të dy djemt, ata janë të dy për njëri tjetrin, dhe ke pranuar gjithë këto sfida, absolutisht ky gjest për atë që ka empati për ty, e kupton plotësisht se çfarë do më thëmë. Shumë nuk e kanë kuptuar, prandaj edhe gjithë familjarët e mi ishin aty në dhomë dhe ata nuk e kanë, nuk ishte e pa mundur ta kuptojnë gjendjen time emocionale, ta marrë një hap, t'ja pres flokët. Sepse unë isha betuar që flokët do t'ja pres fëmijëve atëherë kur Leo do të kaloj rrezikun për jetë, në këtë kohë kur janë prerë flokët fëmijëve nga dëshira e tyre për t'i dhuruar ato flokë për fëmijët me leukemi, prandaj edhe është keq kuptuar që Leo vua nga leukemia, por ai nuk vua nga leukemia, unë respektova me shpirt dëshirën e tyre edhe vendosa t'ja pres flokë, por unë kam qarë një javë. Në këtë mënyrë, si që e sheni në video, nuk kam mujt me u qetësu një javë me radhë. Për Leo si e përjetoj që nuk e kishte më flokët kaq të gjatë, se duke që shumë i habitur. Ai është gëzuar, ai që qesh është Leo dhe ky tjetri është Leone. Që qanë. Ai donte t'i presje flokët, edhe t'i dhuronte ato flokë. Ky tjetri binjak e ndjen të dhimbjen time, prandaj edhe qau bashkë me mua. Ndërkohë, siç po thonim, një bërë në një moshë shumë të re. Ke qenë vetëm 16-17 vjeç. Dhe ke folur hapur dhe për jetën tënde personale. I detyruar të kalosh dhe një divorce, vetme të rrisësh të 4 fëmijët. Si ka qenë kjo periudhë për ty? Dhe nëse mund të pyesim, a ka qenë ish bashkëshor të jot krahas teje dhe gjatë kohës që mjekoje Leon? Unë kam qenë e martuar dhe babai i Manës edhe Artit jeton në Kosovë, edhe pastaj jam ndarë, në Shtazani me vajzën, dhe pas 2 viteve kam njoftuar babain e binjakave. Vjen nga martesa e dytë, po. Binjakët vinë nga martesa e dytë, nuk ishim të martuar me dokumente, po në Kosovë ose në Shqipëri të jetosh bashkë është martes, quhet martes. Nuk e kam pas për krajen e as njerët dhe as tjetrit. Pra ti vazhdon të jesh vetëm? Unë e vazhdoj të jem vetëm dhe e kam vendosur që jetën time nga 2 shkputje lidhjeje ta vendosi ta kaloj me vetën time mas mirëte, me fëmijët e me familjen, shoqërinë, me njerëz të cilët me japin energji pozitive, prej të cilëve unë motivohem për të vazhduar, sepse më vjen akoma forcë, akoma Leo natën e ka aparatin e frymarrjes, e ka puls oksimetrin, i ka ortezat që do të vendos dhe ka shumë net të cilat unë fare nuk mundem të bëj gjumë, e kështu që energjia më vjen për vetën time që të qëndroj kështu si jam, po edhe për fëmijët e me, sepse është shumë sakrificë, unë punoj në Gjermani, 90%, edhe kujdesem për fëmijët. Të dyja gjërat janë shumë prioritet dhe mundohem të menaxhoj në mënyrën më të mirë.
Pra, kur ke fjetur gjuhën për herë të fundit? Nuk e mbaj mend. Më parë isha aq e traumatizuar sa që nga njëherë në gjumë kam parë ëndër dhe kam kap djalin edhe kam shkuar sepse kam menduar që nuk merr frymë më ose ka vdek. Unë ka 13 vite që jetoj, bëj gjumë me frikë, sepse ndodh që zemra e Leos nga njëherë bjen deri në 25, 30, 40 është shumë normale për organizmin e tij natën, po për fat e kam pulsoksimetrin edhe pastaj duhet të zgjohem, ta zgjoj që të merr frymë, ta di që është duke jetuar. Më thonë ka 13 vite që unë nuk mundem të bëj gjumë të thellë. Unë e bëj gjumë, por jo gjumë të thellë. Leo është shumë e fatë dhe jo vetëm Leo, po të 4 fëmijët e tu ka një mama kaq të përkushtuar, kaq të fortë dhe që nuk ka sfidë që e ul poshtë. Nuk mendoj që shumë gjëra nuk është gjithçka e mundur, por unë mendoj që shumë gjëra mundemi t'ja bëjmë të mundur vetvetes, sepse unë mendoj që mendja është ajo fuqia e gjithë trupit tonë. Edhe unë gëzohem pas të gjitha sfidave të cilat i kam kaluar. Unë ende kam mendjen në shëndosh, sepse nuk ka qenë sfida të lehta, me të vërtet jo. Ne po flasim sot, po ka njerë që më njohen shumë gjatë, edhe e din me cilat sfida kam kaluar unë, por jam akoma këtu dhe mendoj se kështu do të mbetem edhe kështu do të jem. Me shumë energji edhe me shumë dashuri ndaj vetes, fëmijëve edhe familjes. Ne jemi duke parë foto, video dhe e gjen kohën edhe për të plotësuar pak ato nevojat e tua. I pas një marrë dhe ato. E kemi marrë. Goxha aktive je, domethënë dhe nga njëherë një nga qëllimet e këtyre lloj bisedave dhe intervistave që bëjmë është për t'tregu që njerëzit edhe kur janë në vështirësi të mëdha, veçanërisht kur këto kanë dhe ndjesira të fuqishme, gjejnë forcë për t'jetuar, sepse jeta është një dhuratë e paqëmueshme dhe ajo duhet jetuar, nuk duhet gjatë gjithë kohës ta qash atë, apo jo? Po, unë prej fillimit, qysh në shtatë zani, unë në kohën kur kam kaluar shtatë zanin e binjakëve në klinik, i kam shfrytzuar kohën të lexoj, të mësoj, të përgatitem në mënyrë emocionale dhe psiqike, si të ndihmoj fëmijëve të mi, kur unë të dal nga klinika, sepse kam ditë me çka do ballafaqohem dhe unë mendoj që nuk duhet ka sëmundje që të cilat automatikisht do të qohen, sepse kur ta shifsh për shembull fëmijën tënd duke vdekur ose e din saktësisht që nuk do të jetoj shumë gjatë, ajo është një situatë shumë e vështirë, por kur e di që ka shpresë, atëherë unë ju dëshiroj të gjitha femrave, po edhe baballarëve ose njerëzve të cilët e përjetojnë sfidë apo tjetrën, mendoni pozitivisht, besoni në veten e juve se njeriu ka shumë forcë, mendja jon ka shumë forcë, po forcën duhet nga njëherë nuk di se ta them. E kuptoj, ta gjeni, po, ta gërmoni. Ndërkohë, udhëtoni shpesh drejt Kosovës, e keni të lehtë për të zhvendosur, Leo ka nevojë për të marrë aparaturat e tij të veçanta, dhe nga familja jote besoj i ke patur gjithkrah, kanë mbështetur pa mas. Pyetjen e fundit vetëm nga familja juaj, madje mendja ke patur 100% mbështetje të plot. Nga familja jote, them, nga prindrit, nga të afërmit. Familja ime nuk është fizikisht këtu në Gjermani, por emocionalisht e luan një rol shumë të madh për mua. Si babaj, si mami, 5 vite gjatë, mana jetoi në Kosovë, po dhe djali i madh, ai është rritur tani. Ishte familja që kujdesur për ta. Djali ka kaluar një pjesë të madhe të babait të tij, por edhe një pjesë të madhe të familja ime,
Kjo është mamaja ime, këta janë vëllezërit, motra me nuset e tyre, edhe po i shoh fotografijat në mbrapa skenë. Po, E familje udhëtimet madhe. nuk kanë qenë Familja fare. madhe, po gjithë ditë dini të visheni shumë bukur. Kjo ka qenë dasëm, pas E, mirë, dakor, domethënë, por E dua të lidhem aty te udhëtimet s'kanë qenë fare të lehta, sepse Leo në fillim nuk kishte të drejtë të fluturonte me avion. Dhe mua nuk më mbeti tjetër, por pos ta kapi makinën edhe t'i marr fëmijët në makinë edhe të vazhdoj vetëm të udhtoj për Kosovë. Dhe këtë e bëj prej 2014, Sa kilometra? 2014, sa kilometra larg? janë 1700-800 kilometra që unë udhtoj vetëm Wow, në sa makinë. shumë. Do të duhet minimumi 2 ditë me një natë pushim, domethënë. Shumë. Po, kur lodhem, vetëm kam thënë, nëse unë e kam ADAC, nëse prishet makina ka zgjidhje. Nëse lodhem atëherë hy me një hotel edhe flaj. Edhe kështu që unë për t'i parë fëmijët atje që i kisha dhe familjen që më kishte marrë malle shumë për ta, vendosa të udhtoje vetme për Kosovë me makinë. Po shumë shpesh ka ndodhur që babi im më ka prit në kufe të Kroacisë apo të Hungarisë dhe pastaj ai ka vazhdu për Ka pozita i. dhe unë kam pushu pastaj. Bravo, i një familje shumë e bukur. Shef babin, që vlerë ka babi. E prasë. Si gjithmonë babi. Po, babi. Arbenita, të falenderojmë shumë. Falenderit shumë, Arbenita. Ndave historinë tënde me ne, të urojmë të kesh shëndeti, fëmijët dhe çdo kush që është në zemrën tënde. Gjithë mirë të dashur. Faleminderit edhe për juve për ftesën, ju uroj shëndet, ju uroj shumë dashuri, ju uroj motivim, e di që për momentin jeni duke u ballafaqu me një situatë shumë alarmante në Shqipëri. Po kaloj si çdo situatë tjetër. Juve. Pa Italin botror. Faleminderit ty. botrori nuk Urojmë ditë të mbar dhe deri të mbar. Miru pash. Alarmante s'm duket. Po kur e shef nga jashtë. Kur e shef nga jashtë, saktë, brenda është. Mirë. Që Do drejta çdo. shkëputemi, po do kthehemi pa thënë mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pse? Po, kështu mi kanë thënë zonjat në publikut kolegu. Kjo është censur, koleg. Po më mirë dita pse? Po mirë dita është Po, pas do të orës themi 12. Ajo është mirë mbrëma mas orës 12. Jemi dakord italiano? Pas orës 12 thon buonasera në Itali. Ne kemi gjuhën tonë. Kur të leverdis ty. Në basë orës 12 në themi mirë dita. Deri në orën 12 mund të themi mirëmëngjes. Si doni, po për vetë. Ose paktën deri në orën 11.